Zanafilla për ngritjen e institucionit të parë të arsimit të lartë në Shqipëri, Universiteti Shtetëror të Tiranës, daton në vitin 1946 me hapjen e Institutit të Lartë Pedagogjik 2 vjeçar dhe në vitin 1947 me hapjen e Institutit të Shkencave. Mbi bazën e shkrirjes së këtyre dy instituteve, u krijua Universiteti Shtetëror i Tiranës, ku një numër i madh profesorësh të kualifikuar në universitetet e huaja dhanë kontributin e tyre në përgatitjen e gjeneratave të reja. Gjatë viteve 1946-1956 funksiononin në Tiranë 6 institute të larta: Instituti Pedagogjik, Instituti Politeknik, Instituti Mjekësor, Instituti Bujqësor, Instituti Ekonomik dhe ai Juridik. Me vendim të Këshillit të Ministrave, më 30 maj 1957 u themelua Universiteti Shtetëror i Tiranës, që fillimisht kishte 6 fakultete. Nxënësit dhe publiku i kryeqytetit ishin të ftuar në ditën e dyerve të hapura, më 15 shtator 1957, për të vizituar universitetin, fakultetet, katedrat dhe laboratorët. Në këtë ditë që shënoi një pikthese në historinë e arsimit të lartë në vend, me qindra mesazhe urimi nga akademik të huaj, vërshuan në llogari të rektoratit të universitetit, në premisën e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave akademike.